Unë ko marrë bisedë edhe unë i katilin. Viktor Palokën? Po, ajë në thoi që është qështu dhe njeni... Kush ju tha kështu? Në thërë aty se pak ka qenë ajë si problem. Edhe morëm në, edhe shkojmë në të në venin ku ke posë bisedoj me te. Edhe që kemi shumë djallë inteligent, djallë i meqëm, komtarisht i mirë, edhe më ka për qafe, sot unë edhe ne e morëm vesh që nuk është i tilë, nuk është një person që në nëzirë të lashe të shkollë. Janë tu që jemi marrë vesh edhe e kem krye me te. Kush ka folë ashtu për ta? Ti sa njerës aty kanë menua se a i ka qenë pak kështu dinamik në tjetër në vetë, thotë si kërë mos është një persona, ne po jo, ka dalë krejt tjetër. E i taku ma prej ati momenti me Viktorin? Jo, unë aje ka menua që unë i kam vdek. Pas të kohë i ka vdek këto baba i gros, edhe ka në Prishtinë, jena takue ashtu që një përshëndetje për zemër ta kem bizetue për atë kohë e seme. Çka tha, kur u takut? Pa i ka arë shumë mirë, që unë e kom menua që ti ke vdek, të ke gjallë, të ke mirë, shumë mirë, që ashtu që kem ne disa orës bashkë. A të pëlqenjë tekstet e tina që që shkruan? Shumë. Shumë më pëlqenjë. Kongën 1 milion rrugë, basë 60 milion shqicime, nuk besoj që i ka asë një kongë ashtu. Që shëndje kur ta ka dediku një kongë, ose të ka përmen mrena qasaj kongë? Po, una që e kom ditje ka qitë atë kongë. Mua më thënë do qërto të ka qitë, e kom digjue edhe unë pëlqenjë kongë.